së Muhamet Likës është liruar dhe sot e sjell ekskluzivisht rrëfimin e tij këtu në Kosova Today. Mirë se vjen. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Sa ditë ka që i liruar fillimisht dhe nuk dim ka t'ja jam arrestuar të premte. Edhe një herë? Jam arrestuar të premte në mëngjes me një aksion të policisë Kosovës, të fitit, me bastisje, ku jam akuzuar jo për vrasjen e rreshterit Muhamet Lika, po jam akuzuar për organizatori i grupit terrorist me qëllimin hakmarrje ndaj vllavit, që si sulm ndaj shtetit Kosovës. Pra i akuzuar jo për vrasjen e rreshterit. Si u bë në fakt që u përfshive ti në këtë? Në fakt, dikush ka gjujt me armë, atë natë, me të 23-tin, në fshatin Lanisht, ku e na morë 4 persona, me këtë arsye. Po në fakt, une kam qenë duke pjerë kafe, edhe kam ikur në shtëpi. Ajo ka ndodhë dikon rrathorave të vonë. Unë në 9 e gjys, jam konë në ora 21 e gjys, jam konë në shtëpi. Dhe vetëm në mëngjes, kër i kom pa fitin, më kanë rrethegu shtëpinë për së dyti herë. Në sa ora erdhën? Dikon në ora 15 në 6. Mëngjesit. Mëngjesit. Çka të thanë atë komunikim të parë? Asgjë, vetëm më kanë arrestu, kanë morë, as akt akuzë, s'm kanë tregu as kërgjë. Kanë dërgu në Prishtinë. Një herë më kanë futur stacionin e Kaçanikut. Më kanë kërku pse kam shku në Lanisht, fshatin Lanisht, pa u konë heq fare aty. Ti s'ke qenë fare në atë? Fare s'kam qenë. Edhe ka kohë që s'jam konë, so në kohën e fundit kam qenë në Gjermani, kum nej 2 muaj atje, edhe kum ardhë, dhe me thonë i ka një periudhë që 4 muaj që s'jam konë në atë fshat. Edhe ato më akuzojnë që unë jam konë në Lanisht, kam pregadit trajnime, në gjujtje me armë, kam trajnu personat, cilët janë konë edhe ata të arrestuar, për këtë arsye më kanë marrë. Po, çka ju kanë pyet në fakt, dhe pse jeni intervistuar nga policia në të 2 rastet? Pse me arsyen se kam dash me morë hakmarrje për vllavin, që më kanë morë si dyshum, dhe i cili është plotësisht i pafajshëm. Ku ka qenë vllau yt në natën kritike? Natën kritike, unë i kam shënu vllavit, dikon rreth orës 20:30, i kam shënu në Snapchat, cilin e kam telefonin e konfiskum, i kam shënuar për me pi kafe ma vonë. Edhe më ka thonë që në 10 ora kam e mbyll lokalin, edhe kam e shku me dal me bashkëshortën time. Edhe unë kam ikë në shtëpi atë. Po këta e akuzojnë. Ajo është plotësisht i pafajshëm. Janë dëshmitar të tjerë, janë si familja bashkëshortës vllaut. Vazhdimisht po e përmend një hakmarrje. Pse hakmarrje? Ata më kanë akuzuar me këtë arsye. Po, a ke kërku shpjegime për çfarë hakmarrje? Po, ne kam kërku shpjegime, i thash unë, nëse jo ma keni vrarë vllavin, thash nashta si çdo shqiptar tjetër, isha hakmir. Po i thash vllavi jam është morë vetëm si dyshuar, edhe nuk ka të bajme me këtë rast. As nuk është i përfshirë. Pra juve ju morën të 2 për një herë? Jo, herën e parë vetëm kanë arrestu mu, edhe më kanë liru me një herë aty, derisa u kry bastisja. Mu e për herën e 2 më kanë marrë. Pra 2 herë ke qenë dhe 2 herë të kanë shuar? 2 herë. Kam qenë i arrestuar dhe i liruar. Në fakt, ne si Klan Kosova e kemi përcjell rastin, dhe ka qenë një nga kolegët tona gazetare nga desko informative, cila na kishte thënë që ndër të tjera ekziston një banatore në Kaçanik, e cila gjithashtu ishte rrethekuar nga policia, ku edhe ishin kryer edhe bastisja. Pra në fakt ju jeni edhe pronari, besoj, apo jeni punoni aty? Okej, ju jeni pronari asaj? Jo, nuk jam unë pronari, unë isha edhe pronari. Okej, ju ishte edhe pronari, mirë, dhe në fakt, pse ishte etiketuar ajo banatore për ta kontroluar? Po, aty shumica e të arrestuarve kanë punu aty. Kanë punu me produkte online, kanë shqitë. Edhe tani ato e kanë bo bastisën aty, po atë lokali vllajtim ku e ka lokalin tjetër, se ata nuk e kanë figuru kërkon në për kamera. Ajo është një lokali lojra
për fëmijë, ku ka ping-pong, edhe gjëra pikado, po nuk e di as arsyën e bastisjes as. Çfarë miqësie ka në fakt vllau yt me të akuzuarin në rastin Lika, pra se ka edhe të tjerë? Çfarë miqësie? Janë shpare për çajkë që janë edhe vllazën musliman, jemi një xhamot kaçanikut, jemi rrethin e vogël që kur jemi të gjithë mes veti. Përfshirë edhe policin Muhamet Lika? Policin na nuk e kemi të afërt fare. Por e ke njoft policin? Po, e kom njoft personalisht. A keni pas ndonjëherë përshëndetje? Unë e kom pi edhe kafe me ta. Kur kom punu gjatë kohës dimrit, se unë punoj në ndërtim, e shfrytëzoj kohën e dimrit, punoj në kafeteri. Te një shok, aty kur rregullisht policia vinë në pin kafe, se është afër stacionit, unë kom pas raste me pi kafe me ta, më ka respektu, e kom respektu, se kanë qenë me një ndrem me babi. Me një ndrem me babi, sepse natyrisht për ta qartësuar edhe për shikuesit ju e një djalë një zyrtari policor. Por në fakt edhe diçka tjetër më intereson. Gjithashtu ka qenë edhe ka pasur shumë pyetje, pikpyetje edhe rreth punës që bëni ju. Pra ju një grup të rinjësh që mireni me një faqe në TikTok që editoni video e ngjajshëm. Por ka lind një pyetje këtu, sepse dikush na kishte thënë që njëri nga shokët tuaj ishte hyrë në fe për shkak të disa ngjarjeve private në jetën e tij, ti personalisht, pse ke nisur dhe kur ke nisur me praktikimin e fesë? Unë kam nisur, i ka 1 vjet, që kam nisur ta praktikoj rregullisht fe. Si çdo besimtar tjetër musliman, po çështja e TikTokit apo rrjeteve sociale, rinia islame kaçanik, aty bën aktivitete vetëm të ajeteve të Kuranit dhe hadithave të Muhamedit alayhis salam. Me thonë, aty nuk ka as fjalë nxitse, as fjalë urrëtie, as ekstremiste. Por është e vërtet labinohet që Rilindi kishte lënë FSK-n për shkak të bindjeve fetare? Jo, Rilindi nuk ka qenë fetar fare, nuk ka qenë praktikues i namazit kur e ka lënë FSK-n. Po cilat janë arsyet e tij? Pse kishte? Rilindi e ka lënë arsyeja se ka dalë me punu me mua, shkoki i pagës, se në kohën kur u kon Rilindi ka qenë paga 380 euro. Çka punojshet në atë kohë? Ndërtim. Ndërtim. Ku e ka lënë atë për arsye se e ka marrë një rrogë më tej për ndërtim. Në fakt, a mund të më thuash cilat janë qëllimet e postimeve që bëni, apo i bëni vetëm për shkak të bindjeve tuaja, dhe nuk kanë një mesazh tjetër ta zëm? Është liri e shprehjes. Patjetër, e respektoj. Janë ajetet Kuranit ku të gjithë mundën më aktivizu. Po pse ka kaq shumë të mitur në këtë grup? Po kush shpreh dëshirën me thonë një ajet Kuranit e zgjedh vetë edhe nuk imponohet kur gjë. Kush do del, kush nuk do nuk del. Edhe kush do me marr fjalën e Allahut në ajet e Kuranit që janë, kush do e merr, kush do nuk e merr, kërkuj nuk e imponohet. Ka qenë sepse jemi keq me kohën dhe po mundohem të kaloj në të gjitha pyetjet që natyrisht na intrigojnë. Ka qenë emisioni dokumentar në Klan Kosova Mat, ku është prononcuar edhe babai juaj, pra zyrtari policor, i cili ka nxjerr natyrisht shumë gjëra të pathëna, ekskluzivitete dhe ndër të tjera gjëra të bazuara mirë në burimet e njerëzve që përbëjnë këtë ekip. Gazetare Blerta Ahmeti ka bërë një punë mrekullueshme, ka qëndruar ca ditë në Kaçanik për ta ulëmtuar gjëra gjatë, madje kishte munguar ekraneve televizive një dokumentar me gjitha elementet. Aty shfaqet labinot një pjesë tjetër e hetimit dhe bëhet fjalë për një lidhje jashtëmartësore të policit. Unë e kam parë vetëm mbram te kjo Klan Kosova, që u shfaq kjo emisioni. Edhe nuk kemi ditë kur gjë tjetër, përveç se ka punu si polis, e kom respektu, por çështjen personale tina nuk kemi ditë gjë. Nuk keni dëgjuar as kur është divorcuar nga gruaja e parë? Jo, nuk s'm ka interesuar atë punë fare, as mua, as vllavit, as kërkujna, se s'kam pas bëj me kërgjom me këtë punë. O vetëm çka kena ndëgju pi popullatës, kur ka ndodhur vrasja, kemi ndëgju që popullata, si kam thonë aty në Kaçanik, se për flitet shumë mes vetë. Ose është vend i vogël. Po, vend i vogël,
kanë thonë që këta garante kanë vra, veç shkaki që ka pas me shku me dhonë dëshmi në gjykatë Hagës. Për këtë arsye kanë përmenë, për tjetër sen nuk e di. Mirë, ajo, sepse nuk ka logjik kjo, sepse kanë përfunduar dëshmitarët nga ana e prokurorisë. Po çata po do të thonë se kanë. S'ka lidhje me këtë, hiç fare, se ka kaluar fati dhe po çata që e kam dëgju, më me thonë, tjetër sen nuk. Mirë, për jetën personale ti. Mirë. Çfarë raporti keni pas se përmendë që ke pi kafe me Muhamedin? Ana tregon pak lutem nga ato që i mban. Thjesht kam qenë vetëm unë në lokal, i kam shërbi kafe, kena ullë, kena bo muhabet, shumë të thjesht, si e mirë, ka vejtë për babin, se babin unë e kam pushim mjekësor ofër 1 vjet e gjysë. Po pas kësaj kafe që e këshit pirë bashkë, para sa kohë më thati keni pirë këtë kafe? Në kohën e dimrit, ka që. Të thotë, tash, nuk është shumë, para 6 muajsh, më të tuash. Po, para 6 muajsh. E pas kësaj kohë, ke pa ma pas likët? Jo, vetëm që e kam ba, kur kom shku në stacion policor me babin, kur ka pas për kontrolat mjekësore për vazhdimin e pushimeve, e kena përshëndet. Cili ka qenë raporti juaj me armët, sepse duke pas babën zyrtar policor, sigurisht, One kam deklaruar edhe të antiterrorizme, one armë nuk kom pas kur në dorë. S'keni qenë kureshtar asnjëherë? S'kam qenë kureshtar për armë fare. Vetëm në armë që e kom pa është e babit, që është armë zyrtare policore, cilën e ka pas në brezaj. Vetëm në armë që e kom pa është ajo. Me thonë, edhe ja kom cek ati që shkam duhet një armë muhe kër e në pache. As nuk jam i kërcnum, as nuk e kom kërcnu kërkan. Shkam duhet muhe një armë me majtë ma zvjeti one, ose me pas në shpe, kur i në të jetu pashresht. Këtë arsye e këmë. Edhe njërë në pyetjen se a ke pa më policin lika qoftë kështu kalim thje, a ke pa më? Ka qenë hera fundit që ty të kujtohet që ke pa herën e fundit? Vetëm para se me shku në Gjermani. Dhe me thonë me 18 janar, jam nisë për Gjermani, edhe jam këthyrë më brenda 2 muajve. Mos e këm pa ata. Pra në janar, në muajin janar ka qenë hera fundit që e ke pa? Po, hera fundit e këm pa të që e kafeteria, ku jam kono në të pi me një shok kafe, aty e këm pa, ka pi kafe me kolegët e tjerë të punës, cilët më kam përshëndajt të gjithë, se kam respekt për të gjithë, se të gjithë i këm janë të arrestuar edhe 2 vëllezërit Bela. Raporti jëtë me ta dhe njëherë? One vetëm Hakiun e kam njoftë, personalisht në gjami atje, biseda shumë të shkurta me të, ndojherë edhe kemi pi kafe si gjemot i gjithë gjamiës, për ma shumë. Por në fakt edhe njëherë, Labinot, si përshkruan të apo si komentojnë pretendimet e prokurorisë që vllau ytë është parë në natën kritike të kamerat? Po shumë e thjeshtë është në t'i qesim provat që u pa o vlavja, na ma mirë se e njohemi na familjarët edhe... Sepse a i shjet tek banatorja, po? Jo të banatorja, jo, po prokuroria pretendon se ka qenë të besa, në ora 9:54. Me thonë 9:54, është e vërtet që kishin ka ble gjëra ushqimore, dhe nga ajo ka dalë edhe ka ecë. I vetëmi market që është nga të lokali tina është besa. Pra ka qenë e pashmangshme. E pashmangshme. E vetëmi lokal që ka i me morë produkte edhe ka ecë, me thonë vetëm kjo është. Në qofë se janë provat që vlavjem ka qenë të lokali Dugagjini, që i bje kontra, mbrapa është me një rrugë tjetër, atër në t'i shfaqin provat, edhe mësone, babaj e një më mirë djallin e vetë se kërkush tjetër. Se vetë babaj e ka dorëzu në polisi. Ka që raporti babitën me rështirin lika? Shumë i mirë. S'kam pas as njerë të lashë? Po, e ka pas shef, se u konë rështeraj. Dhe me thonë, baba e më është vetëm pjestar i policijës. Labinot, na duhet të mbyllim këtu për shkak të kohës, natyrisht ka dhe shumë pyetje të tjera, unë uroj shumë që drejtësia të triumfoj, sepse natyrisht e kemi thënë disa herë në këtë studio, që të personat e arrestuar janë akoma në cilësinë e të dyshuarve, për çfarë do përfshirin këtë rast. Uroj që drejtësia të bëj punën e saj, më së miri. Faleminderit. Ke ndonjë mesazh për fund? Jo, nuk kam. Vetëm drejtësia ta kryej punën e vet. Faleminderit. Asgjë më tjetër. Ishte kjo pra intervista ekskluzive e Labinotit, djalit i cili ishte 2 herë i arrestuar në rastin Lika, po e quaj kështu se roli ishte tjetër, jo i dyshuar për vrasje.
Por për gjithë ju që keni interesim për ta parë dokumentarin Mat të realizuar nga kolegja gazetare Blerta Ahmeti, një dokumentar që nuk duhet ta humbisni, e keni në faqen e YouTube-it në Klan Kosova, është transmetuar mbrëm këtu në Klan Kosova. Me Kosova Today, takoni nesër. Mirë takofshim.